puna e një shërbëtorit të Perëndis nuk është vetëm predikimi, po është edhe lutja. Jezusi vetë, mbasi ai kishte predikuar ungjillin, mbasi ai kishte predikuar mbretërinë e Perëndis, pastaj shkonin tek ai kush? Të sëmur, të demonizuarit, shkonin ata që kishin probleme ose ishin të ndikuar, shkonin dhe ai lutej për ata, dhe ata çliroheshin, sepse jo të gjithë ecim drejt me Perëndin. Jo të gjithë kemi një marrëdhënie të fortë me Perëndin. Edhe në jetën tonë të përditshme mund të ndikohemi. Mund të ndikohemi nga gjëra që ne nuk mund t'i kuptojmë dot se nga vinë. Dhe mos harroni sepse si Zoti është frym, ashtu dhe Satani është frym. Dhe Satani nuk vjen përveç se të shkatërroj, të ndaj, të përçaj dhe të thyej gjithçka që Zoti ka ndërtuar. Në qoftë se ti i hap një dritare me dashje apo pa dashje, ose pa e kuptuar. Prandaj vijnë shërbëtorët e tij dhe shërbëtorët e tij nuk e kanë të shkruar këtu në ballë që është shërbëtor. Jo, na vepra do të njëjtin, thotë fjala e Perëndis. Sepse kushdo mund të veshë një robë të zezë, mund të veshë një robë të bardhë, mund të bëj një shkollë biblike apo një shkollë fetarizmi le të themi, dhe mund të thojë që unë tani jam gati të bëj veprën e Perëndis. Po, ti mund të thuash që unë jam gati të bëj veprën e Perëndis. Por vepra e Perëndis duhet të bazohet në vepra, jo në fjalë vetëm. Si mund të bazohet në vepra? Aty ku ka mallkim, Zoti sjell çlirim. Aty ku ka sëmundje, Zoti sjell shërim. Aty ku ka përçarje, Zoti sjell bashkim. Aty ku ka varfëri, Zoti sjell bekim. Jo thjesht të them një fjalë. Nuk është ashtu. Një njeri i dërguar nga Perëndia duhet të lutet për popullin. Edhe Jezusi tha, shkoni në gjithë botën, tha, predikoni fjalën, lutni për njerëzit, njerëz të çlirohen nga demon, të sëmurët të shërohen, prangat të ligut të thyen,